Jemi bashkë me një kafe më labin, përshëndetje shikues të radio televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një kafe më labin, uroj dhe besoj që një natë bukur dhe një natë të këndshme do ta kemi edhe sonte. Është kënaqësi sepse pavinin, aromën e kafes pavini, e kam në studion e emisionit Një kafe më labin, kështu që edhe ju të cilët fakti jeni bashkë me mu këto momente dhe vizitoni lokale të ndryshme të Kosovës, mundeni me shiju aromën e dashurisë që ta jep Pavin Kafeja. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem. Duke mos harruar, pjesë e imja është edhe Fibulla. Faleminderit Fibullës që është pjesë e rrugtimit tem, pjesë e emisionit Një kafe më labin, ju e dini fort mirë se vera apo vjen, aranzhimet turistike mundeni me i bo me Fibullën, me organizu me Fibullën, nuk ka gjë më të mirë. Shkoni drejt zyreve të Fibullës, kudo që është. Pastaj, duke mos harruar Valonën, faleminderit që është pjesë e emisionit Një kafe më labin, është Paul McLean, faleminderit shumë që është në rrugtimin tem, rrugtimin e emisionit Një kafe më labin, por një falenderim shumë i madh ekipit radio televizionit 21, të cilët fakt janë të palallshëm. Sonte, në kuadër të emisionit Një kafe më labin, unë do të kem kënaqësinë sepse i kam 3 miq të cilët fakt janë prej Shqipërisë. Para se të vi me ta, para se të prezentoj ata, du mi falenderu Lumin edhe Taulantin, se gjithmonë janë pjesë e emisionit Një kafe më labin, janë pjesë e pandarshme e imja pjesë e emisionit, po Luli Goni Lemës nuk mungojnë sonte tek Një kafe më labin. Këto momente shkojmë në Cineplex, atmosfera e premierës e shohim, edhe pastaj kthehemi. Atmosfera ka qenë para një javë, më me tonë kështu, një javë 10 vjetë, bukvalisht 10 vjetë. Kështu që e shohim atmosferën, edhe pastaj kthehena bashkë me 3 miq të mi, po edhe miq të juaj tek studio emisionit Një kafe më labin. Atmosferën e premierës, kurse ka javë, dhe më thonë që përfundoj gjithçka, prezent, sidomos në mediat kosovare, ishte Ariola, por Margentin e të madhen Aurelia Gaçe, unë sonte i kam që të tret në studion e emisionit Një kafe më labin. Faleminderit, është kënaqësi e madhe që u kam sonte tek emisionin Një kafe më labin. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Aq më tepër për mua që vi bashkë me 2 artistë të këtij kalibri. Mund vjen mirë për shkak që një farë mënyre ke prezent Ariola në për shumicën e medjave këtu, foli për premierën e filmit që po vjen, që do t'jetë në Cineplex, do t'jetë edhe në Prishtina Mall, dhe më thonë, edhe në Albi Mall, në 2 qendra tregtare, që në fakt dhe më thonë, po shfaqet edhe tani filmi. Unë e di një eksperiencë shumë e madhe, një eksperiencë shumë e mirë ke edhe për juve, dhe më thonë, qoftë me Tiranën, po qoftë edhe me Kosovën. Po më intereson pak ajo ndjenjat e juja, dhe me tonë, për publikut, pjesëmarrja njerëzve, dashnin, ngrohtësin që e merrni drejt për drejt. Për kujmë janë, prej ati që ka rolin kryesor. Ora, kryesor jam. Kryesor është, prandaj, jo, se bëj shaka. është diva, është diva. Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Janë 4 role kryesore, le të themi. Do të thënë, ne ndajmë jemi 4 personazhe Ndajmë tortën në 4 që ndajmë tortën fiks në 4 pjesë.
ka të pjesët kryesore, sepse filmi ka aktor të mdhenj, ka legjendat të humorit shqiptar, parodistë të Vlorës. Ore, po flas unë tua, po. Më fal, na fal. A pi një kafe unë pak. Na fal. Ore, kinë qik respekt për më të madhin këtu. Pa diskutim. Në moshe kisha fjallën. Po, jo, në gjitha Po si mbyllet goja, ja dhe në film këshu. E bukur është kjo kur ndodhe, më thonë, edhe... Ta pi një kafe me labin unë njërë? Ta pi një kafe, përshëndet labit. Okej. Hajde. Po, gati. Fol. Jo, po ti se parove. Qa, po ti ma preve për gjysëm? Të lëti? Lab. Jemi shumë të emocionuar që erdhëm tek vlezrit Modratan në Kosovë. E pritën njerë zakonisht mirë filmin në Cineplex tek në Kosovë dhe tek Cinestar dhe tek Albi, po. Albi Mod. Tani, ne morëm përshtypjet më të mira. Ne kemi ndonjëherë merak, mbase humori jo nuk kuptohet aq shumë. Prandaj edhe duam edhe kërkojmë komentet e publikut, por ky është një film, sa duket, është një film ndërkombëtar, edhe pa diskutim që u kënaqën të gjithë, u emocionuan të gjithë, qeshën të gjithë, edhe sigurisht dolën më të mirë nga filmi, sepse fundja arti ajo është. Gjithmonë dalësh më i mirë na. Vllai dashur, ne jemi rrit me humorin e Shqipërisë. Po pra. Na e kuptojmë shumë mirë Shqipërinë. Se unë si sot po të regoj dhe më tonë si fëmijë kam qenë, edhe në ato kohëna dhe më tonë kohat, para se me qenë edhe lufta në Kosovë e krejt, veç e di që më thëj ke babi, më thëj që në ta shpic, hip në altë edhe si dhe pak antenën se hupi Shqipëria. E kështu që rrëtë shën na e kemi pas dhe më tonë me nostalgjie, ju kemi prite, sa filmat i kemi pas, sa komedit i kemi pas, kështu që ne kuptojmë. Shumicën e fjalëve për bëjma shembull po ja nisa me zhargonin e rrugës të Kosovës, ju nuk e kuptani. Unë e kuptoj. Ti po. I bie që unë jam i vogli këtu, okay? Po, unë jam i vogli, okay. Okej, kërkoj ndjes. Shiko, unë kam hyrë në Kosovë në Prishtinë në 95-ën. Pa mbaruar lufta. Po. Dhe base për mua ishte problem atëre për të kuptuar disa fjalë ose zhargonin, isha dhe vetë shumë e re, domethënë edhe kur shkova në Tiranë edhe prap kisha probleme se isha mësuar, mendoja që vlonjaqja ime ishte e vetmi dialekte, kupton. Por pastaj unë kam dalë shumë në diasporë dhe nuk kam asnjë lloj problemi për të kuptuar edhe humorin dhe filmat. Sepse është e njëjta gjuhë. Çfarë na ndan vetëm ndoshta dialekti. Dialekti, veç dialekti. Po, vetëm dialekti, po. Por humori që lëvrohet në filmin ton është janë skena dhe batuta që jam e bindur që mund ta gjejmë dhe në Gjakov, dhe në Prizren, dhe në Deçan. E di pse? Se një mama si Lemja është kudo. Kuptohet vetë-vetiu sinergjia. E kanë pritë shumë mirë në Prishtinë, e kanë pritur shumë mirë në Shqipëri. S'po themi vetëm Tiranë, po edhe në për rrethe, kudo ku ka kinema. Kemi qenë Elbasan, kemi qenë Shkodër, kemi qenë Vlorë, kemi qenë Gjirokastër, një dyndje me 3-4 orare gjatë gjithë ditës e kanë pritur, mezi që kanë pritur filmin me thënë të vërtetën. Faleminderit edhe publikut Kosovës që e ka mikprit, edhe në premier e qeshura ndihej e fuqishme sepse i kuptojnë batutat, nuk është më problemi i dialektit. E kanë prit jashtëzakonisht shumë mirë. Edhe le të themi që artist, fushës kinematografisë, regjizor, aktor, kemi marrë komplimentet më të mira. Mund vjen mirë që është prit mirë edhe komentet janë 90% pozitive. 10 janë ato negative që zakonisht është e pamundshme dhe më kur thonë e ke në kandar diçka, po shkoj kandari kështu, nuk ka më rëndësi për të pjesë. Pastaj, shiko, ku punohet, ose është një fjalë ur popullore, kur ha, do bësh dhe thërrime. Pra, sigurisht që do të ketë
edhe kritika të cilat janë të vlefshme, se në momentin kur ti merr kritika dhe i fut në punën tënde për t'u përmirësuar, ti nuk rritesh nëse ti nuk merr kritika dhe ti dëgjosh ato. Në karrierën time si artiste dhe unë kam marrë shumë kritika. I njëjtën gjë unë thëmë për kritikave pozitive, dhe më tonë që mi ka një avë, dhe më tonë unë jam sot ku jam këtu. Po, e rëndësishme është që ti t'i japësh një emocion, ti t'i japësh një, në këtë rast për shembull në film, nëse njerëzit kanë qeshur, kjo është e rëndësishme sepse edhe komedia këtë ka për qëllim, të të bëj për të qeshur, të shkaktoj të qeshura. E qeshura nuk blihet. Sa do të që ti të më njohësh mua, të më kesh shoqe, të kesh shoqe Ariolën, të njohësh Margentin, ti posterdi për të qeshur nuk të vjen. Po, jo, nuk. Dhe aty nuk ka mik. Po. Kështu që unë për këtë jam e lumtur që kushdo që ka qenë në kinema dhe e ka parë filmin, kanë thënë kemi qesh me lot. Tani, a ka firo gjatë rrugës? Sigurisht që mund të ketë. Sigurisht se nuk ka perfekcion. Edhe filmat në Hollywood, po të ulesh dhe ti analizosh, ne do t'a gjejmë një gjë që do themi, unë sot, kur shikoj veten time para 20 vitesh, para 10 vitesh, para një viti, them, mund t'a kisha bërë kështu. Pra, unë gjithmonë e shikoj veten time me sy kritik, nuk kënaqem Nuk kollaj. ka gjë ma bukur se me konkretik triki vetë. Po nuk rritesh ndryshe. Po të pëlqeu vetja 100%. Po du pak mund dalë tek filmi, jo tek ajo çka e pam. Edhe çka po e shohin, edhe çka po kanë mundësi me shiku, edhe publiku. Më intereson pak me ditë mrenda për mrenda stafit, ekipit. Qëshini, a u njoftët për herën e parë në kast, apo qësh janë raportet, qësh shkun raportet për gjithësi, sa mirë pritte, batutat, që ato na interesojnë? Me shumicën prej aktorve, kam punu për herë të disa, nuk është herë e parë, me Margentin, me Aurelën sigurisht që është eksperienca e parë, po jo që jemi njoftë për herë të parë në këtë projekt. Po thuaj se me gjithë, me Rini Qiriakon, po jemi njohur, por është bashkëpunimi i parë, kemi parodistët e Vlorës që jemi në një film bashkë, po njifemi, do me thënë nuk është se nuk njifemi. Energjia ka qenë fantastike, ka qenë një ekip i mrekullueshëm, me një pozitivitet të jashtëzakonshëm, edhe me orë të tëra lodhje dhe na dilte e qeshura, na dilte humori, na dilte pozitiviteti. Kemi shtyrë njëri tjetrin, sa bukur dukesh, sa bukur jepi më forca, siç ndodh në projekte, po kur ka organizim pozitiv, gjithmonë ai projekt është i destinuar të ketë shumë sukses. Shiko, unë do të thosha këtë, se ndoshta publiku nuk e di që skenaristja e filmit, Luli dhe Goni Lemes, Luli ja ku është, unë jam Lemja. Lemja. Goni në shitëm, na e morën dhondër në Kosovë. Është dhe autorja, skenaristja e Dy gisht mjalt, ku ka luajtur Elvana Gjata me Ermal Mamashin. I Love Tropoja. I Love Tropoja, ku ka qenë edhe personazh një nga kryesorët Ariola. Do më thënë, Klaudia këtë rruka është skenariste dhe shkruan në mënyrë perfekte për personazhet të cilët ajo i kanë kokë. Bjordi Mezini ishte eksperienca e tij e parë si regjisor në kinema. Por seriali Hot ka pas shumë sukses dhe ka qenë bashkëpunim mes Klaudia Brahimaj dhe Bjordit. Dhe ky ishte bashkëpunimi në vazhdimsi për ata të dy, zgjodhen aktorët. Ishte momenti i parë që ne kemi qenë në një kafe të përbashkët. Margenti ishte me Klaudian në kafe, unë kaloj rastësisht aty. Klaudia ka thënë, u Aurela, si kur ti themi, ky mori guximin, se edhe friksosh para meje, kush e di që mendojnë. Unë su trëma, thëndre. Ti su trëmbe, po unë ta ktheva në qikë. Më thotë mua, këshu pa pikë, unë po kaloja, po shkoja, isha nga tavolina bashortit tim, do takoja ca shoqet mijat. Nga tavolina në tavolinë ky. Aurela, ky. A do vish të ulesh pak me ne? O, i thash pse ke dëgjuar që ulem tavolinë më tavolinë. Ky ka qenë momenti i parë. Pastaj tha, okej, më falta. Atëherë unë ta jam aktor, teatri dhe filmi, jam Filan Fistëku, tha, kjo është Klaudia Brahimaj, ka këto filma mbi supe, aty u drejtova në qiku, thash, okej, çfarë doni prej meje? Dhe lexova skenarin, më pëlqeu, ishte angazhimi im i parë në film. Në teatr unë kam marrë pjesë vetëm
si studente, duke qenë që kam mbaruar shkollën për aktore, por nuk jam angazhuar më tutje, pasi lodhesha shumë vokalisht dhe pata frikë se do humbisja diçka dhe u tërhoqa me vetdije, domethënë, u tërhoqa nga teatri. Dhe kur më kanë bërë përsëri oferta për në teatr, e di se çfarë lodhje ka, e di çfarë angazhimi ka dhe kam thënë gjithmonë jo. Për filmin thash, hajt thash se 1 muaj është, thash, mlidhi forcat, por s'pas ka qenë 1 muaj. Pas kanë qenë shumë. Por jam shumë e lumtur që jam pjesë e një kasti të mrekullueshëm artistësh, jam shumë e lumtur që në CV-n time të pasur si këngëtare, do të shënohet edhe një rol si Lemja, fundit pse mos të manjoj publiku edhe këtë anë timen, që unë e kam pasur, e kam shprehur, e kam shfaqur në për shfaqjet e mia si këngëtare, por këto është më bukur, sepse unë jam futur në lëkurë të rolit, nuk jam Aurela. Po, fakt. Aurela ka bërë një ndër rolet më të bukura, edhe jo vetëm për veten e saj, po për gjithë kinema shqiptare, sepse është një rol realist, i vërtet, sado imagjinar, sado i përpunuar nga vetë Aurela, sepse mos harrojmë që Aurela ka mbaruar shkollën për aktore. Të them vetëm një gjë, kemi një gjë të përbashkët. Po. Profesori Birçe Hasko është i njëjti profesor që ka pas Aurela edhe unë. Dhe Birçja gjithmonë kur kam qenë unë, ja më mbaj aty që ta them këtë për publikun. Po e mbaj. Është një gjë e përbashkët, është një gjë shumë e bukur. Po e mbaj. Kur nuk na vinin shoqet që kishim këngëtar aty dhe thoshin jo se kam pas muzikë, jo se kështu, më tregoni ju mua se në dialektin vlonjat. Unë kam pas Aurela Gaçën që ka qenë një zëj fuqishëm e më tregoni ju mua. Do të thotë që ka kalu në duart e një profesorit jashtëzakonshëm siç është Birçja, e për të thënë që edhe unë kam kaluar aty. Ajo që të shumë shpesh Aurelën si një talent të jashtëzakonshëm, të brezit saj. Okej, flisni vajza se humba. Flisni, vazhdoni. Ka po të. A e nxjerrim fare? E përcjellim? unë mendoj që të ikësh. Atë mendoj dhe unë, e vazhdoni ju. Shiko, Margenti aty më ka surprizuar dhe mua. Margenti ka qenë i njohur në teatr dhe në filma dhe në seriale. Unë base nuk e kam hasur në teatr, nuk e kam parë dhe më ka surprizuar dhe kam qeshur me lot me karakterin e tij. Ftoj njerëzit ta shikojnë që ta kuptojnë se çfarë talentesh kemi. Mu më vjen mirë që në fakt është edhe sot e kësaj dite dhe vazhdon me qenë pjesë e teatrit. Pjesë e teatrit, po për ata do të flasim pastaj, domethënë po prapë mbes të pak tek filmi. A ka ndonjë moment që faktikisht jeni artë mos marrveshja? Jo. Domethënë gjatë realizimit, gjatë xhirimit, gjatë xhirimeve, domethënë kemi marrë komplimenta nga regjisorë të tjerë që kanë dëgjuar që po realizohet ky filmi në kohë rekord dhe aty nuk po plas sherri. Asnjë grindje. Kur plas sherri, domethënë aty është edhe pak... Jo, asnjë grindje. Domethënë jemi marrë vesh shumë mirë me njëri tjetrin, kemi respektuar hapësirën e njëri tjetrit, plus rolet ishin të qëndisura për secilin. Devisi që është i njohur si aktor në Portokalli, në këtë rast është djali im në film. E vërteta është, kur jemi njohur, në fillim më tha, akoma nuk e kemi gonin, tha, por do t'a gjejmë. Dhe kur unë e lexova skenarin, ja kërkova unë Klaudis që është një djali, thash, që lua në Portokalli, që më duket sikur mund t'i përshtatet ky rol. Dhe Klaudia e kërkoi, kështu që Devis Gjerau e ke rolin nga mua. Devis Myslymi, okej? Qaj ki hedh kafe, slabi? Aurela...
E boni të gjeraun aktor. Aj, mamje. A të regojo në si u që nga në rrë. Jo, Aurelia me mutë. Kjo nuk do transmetohet se të mbyta. Dhe ty gjeraun, e thonë, Aurel, po e transmetoj se edhe me dashnorin këdhes të une, kështë që edhe me të... Dashnori kam des të këty, po me dashnori kam des të këty se e të regova vetë. Po që ata ma thau, tash të dhezim edhe me të... Dhe komentet poshtë ishin, si s'të vjen turp, ke shkuar në dasë me dashnorin. O, zaki madhe. Ua, me lot. ku i kemë? Ku e ka lotin, mëre? E kupton Lapi, ne s'kemi nevoj fare për skenare, kupton? Klaudia Brahima e na fal, nuk na duhet fare skenare. A jemi live? Apo jo? Live, Jemi live, okej. O, zoti ma, qaj kem kafe së Lapi. O vla, qa ka vesh kjo? Nuk e di unë që ka hedhë... A, sa kam qesh. Pavin, kafe pavin. Mu lodhe shkota. Ua. Bledh vetën Aurela të totalin... Përshëndesim David Gjerahu. Li më se këthe tash, më se këthe, se këna me mbet. Këna me ngit. Kemi me ngit. O, sa kam qesh. Shu që rolin Devis Mislimi e ke nga unë që ta dish. Dua përqindje. Edhe Davis, i them drejtën. Sa kam qesh. E ka qarë atë rol. E ka qarë. E ka qarë atë rol. Luan fix rolin e djalit që i bindet mamit. Po, edhe aty tregon talentin e vetë. Aty tregon talentin e vetë, edhe e gjithë grupi jonë i aktorëve, po sidomos ne më dhënë që kemi punuar pak më shumë, kemi dhënë ju më falë, kemi dhënë ju më shumë edhe Fior Alba, me njëri tjetrin, kemi qenë hallka njëri tjetrit, por marrëdhënien e mirë dhe kjo lloj marrëdhënie sigurisht reflekton dhe në ekranin e Po, madh. e vërtet. Është Ka pas dashuri mes nesh. Pa çka se nuk kemi ndënjur më parë me njëri tjetrin. Po, jo. Me njëherë ka qenë një energji, do më thënë... Energji pozitive. Energjia pozitive, do më thonë, nuk ka gjë më të bukur. Sa bukur do t'ishte sikur gjithë shqiptarët ishin kështu. Sa bukur. Kur do të ndodhë kjo? Kur do të ndodhi, kur të kemi të njëjtin qëllim të gjithë. Suksesin. Edhe t'ja pranojmë njëri tjetrit suksesin. T'ja japim dorën. Dhe t'ja pranojmë edhe njëri tjetrit dhe gabimet. Po, gjithë shkafin, po ama sidomos të suksesi. Të suksesit, ne do më thonë nuk më e pranojmë suksesin e dikuj tjetër. Është njerëzore, ajo nuk ndodh vetëm tek shqiptarët. Ajo është njerëzore. Gjithë botë. Ama sidomos tek ne është pak ma... Jemi kombi vogël, jemi kombi vogël. Për ata dhe për thëmë, prandaj për që jemi... Ne të gjithë jemi kushurim me njëri tjetrin, dhe ti dhe unë. Kushurim të 4 të 5. Prit se qa më kujtua, kur kam qenë Amerikë, se tani më kujtua. Se nga që the kushurit. Më thot Gzim Nika. A di thot që ty të din, thot këtu Kosovarët të din, tha gash, se je prej gashit. Thash mua? Tha po, se më kujtua tani Labinot Gashi. Po, kushurin? Po, kushurin, dhe më vjen një letër, ja lexoje, tha. E du filan këngë të kënduar nga Aurela Gashi. Thash, po më ditë kanë gash vërtet. Gashi nga Tropoja është kështu që mos gjeni rënjët. Si dihet, do t'a them dhe këtë histori dhe pole, e qepa. Kështë kush? Je kushurira Ariolës. Unë nuk ju komplimentova juve dyjave, mi ju tonë sa bukur po dukeni. Falemderit. E lash këto momente, mi ju tonë. A i tha ju të dyjave. Se më lërë mua më janu, se ma vësho. Se këto po shkëlqenjë sonte, por në pak dhe më thonë, por mësë mi mbet as pak bërsh dhe më thonë, edhe se sa kryesisht të gjithë shkafit të filmi përfshihet skenaristi, regjisori, tekstshkruesi, rrallë herë përmendet edhe kostumografi. Kështu që unë për këtu dalja. Kemi pas 2 kostumograf shumë talentuar. Që mua më kishin shndërruar në një grua 70 vjeçare. Po. Është Desantila Lika, edhe me Desantilin e kemi bërë shkëpunimin e Desat, ka qenë edhe
Altin Lala. Altin Lala, po. Altin Lala. Është mjeshtëri të dish të veshësh rolin. Kur unë ngritën kam, edhe kur erdhe tek unë veç e prita, it's a roll, Jack. Jo, No more. e ngrijem të unë. Hajt më shpirt mos ki marat, se unë jam aj ujku plat. Mendjen mirë ty ta lexova, të gjitha dëshirat ti plotësova. Jam lodh, jam mërzi, jam got në dallavere, unë busha politik, vendosa me t'braktis. A me më ndihmojnë qik. Nuk e diti të këngë? Fisnikët? Hajt moj shpirt mos ki marat, se unë jam aj ujku plat. Mendjen mirë ty ta lexova, të gjitha dëshirat ti plotësova. E po mirë tash do ta ndjerë që vetëm. Përgjithsisht kapim dot. Bravo. Jam pakafshme, pakafshme. E pakapshme. Përpos filmit, dhe më thënë që e provove dhe erdhe, dhe më thënë që... Do bëj prapun. Po. Si ndajnë. Dyshin, treshin. Po, Dyshin. patjetër. Tek dyshin, kush e di qa do bëj. Përpos filmit, përpos skenës, përpos artit të mrekullueshëm që e ke, energjisë që e ke, ti në fakt fillove dhe me emision. Po, me një program televiziv, por nuk është mo ai programi televiziv në studio. Unë e nxora nga studioja. Ishte kërkesa ime e parë që kam pasur në zyrat e Top Channel, kur kam shkuar dhe kam bërë kërkesën time për të pranuar kjo ide, dhe i kam thënë, kjo ide që unë kam në kokë nuk ka lidhje me studion. Nuk dua të mbyllet në studio, sepse mua vetveti studio më kondicionon, më bukos, më kufizon. Momenti kur ti jep dhe merr energji me publikun, është momenti kur ndodh dashuria. Unë energjin që shkëmbet mes artistit dhe ati që e dëgjon dhe e merr energjin e artistit, për mua ajo është dashuri. Dhe ajo nuk krijohet kur ti je i mbyllur vetëm. Duhet patjetër të kesh përballë dikë që të dëgjon dhe të dëgjon me dashuri. Është duke ndodhur diçka shumë e bukur. Për 12 javë, publiku në Tiranë dhe di që kanë ardhur dhe nga Prishtina, edhe nga Struga, edhe nga Dibra e madhe kanë ardhur, sepse sigurisht reklama është bërë e madhe në Top Channel. Dhe shiko, që Aurela këndon e din, që miqtë e ftuar të Aurelës që këndojnë e din, sepse janë artistë që kanë shkruar historinë e tyre, secili më vete. Por ai bashkimi që ndodh, ajo energjia që ndodh aty në sken me njëri tjetrin, është e rrallë. Në momentin kur ti je shumë mirë me veten tënde, ti di të respektosh edhe të tjerët që kanë ardhur në shtëpinë tënde. Aty është, dhe më thënë, unë i kam hequr mburojat, i kam ullur shpatat, nuk dua më të tregoj çfarë bëj, aty jam hajde të bëjmë fest bashk. Zbashku, gjithçka t'ja dalim dhe më thënë zbashku. Dhe shpresoj shumë që publiku nëpërmjet ekranit ta përthith atë që ne kemi dhënë live në sken. Aurel, unë e di dhe më thënë... Dua më falë vetëm të them diçka. Është një program live. Zhvillohet live, me publikun live, edhe si kur ti të gabosh, asgjë nuk kthehet. Nuk është si një program televiziv që ti gabon dhe kthen 10 herë tjera. Publiku nuk pret. Është shfaqje live, si shfaqjet në teatr, që nuk ka, edhe po të gabosh ti duhet vazhdosh. Duhet vazhdosh, po. Dhe orkestra bën orë të tëra, i nxjerrin me partitura që mos të gaboj askush, as një tingull të mos shkoj kot. Dhe gjithë artistët
janë duke performuar live 100%. Dhe kjo për mua është arritje. Ata artistë që unë kam ftuar janë të gjithë artistë të live-it, por është arritje që edhe brezat të rinj që unë kam ftuar kanë performuar live. Dhe për ta ka qenë një eksperiencë e re, sepse nuk e kanë mundësin të jenë kudo kështu. Nuk është mundësia. Jo. Dhe qëllimi i gjithë kësaj që kam kërkuar të bëj dhe që shpresoj të ngelet një gjë e bukur, është vetëm për t'i bërë një shërbim edhe muzikës, edhe gjithë artistëve, edhe të vjetër, edhe të rinj, të zhanreve të ndryshme, sepse kam përzier shumë rryma, që ai fëmia im, i joti, tjetri, kur ta shohim televizor, duke ullur ti në divan dhe duke pasur dhe fëmijën tënd këtu, do njohi edhe disa artistë që mbase nuk i njeh. Se i duken më të vjetër se brezi i vet. Është shërbim që ti ja kalon një brezi tjetër. Unë kështu e shoh. Dhe ky është qëllimi im. Por edhe me tregu që unë jam Aurelia. I mbledhi edhe gjithë dhe i kam afër vetës krejt. Po, patjetër. Në një nga puntatat, edhe gjithmonë për shembull kur artisti ëndron, edhe kam thënë gjithmonë çfarë mund të provojë një këngëtar kur është në skenë dhe ka këtë energjinë që po flet Aurelia. Nuk vdiqa pa e provu, në një nga puntatat e Aurelias jam edhe unë. Sepse janë një sër artistësh të profileve të ndryshme që ndërthuren në show-un e Aurelias. Që bëhemi njësh me Aurelian, ka humor, do me thënë ka poezi, unë të Aurelia kam dalë me kërcimin e Tropojës. Do me thënë, një tjetër nivel. Nuk ke ide në çfarë pritje e publikut, se, okej, është ndryshe publiku i teatrit, është ndryshe publiku i kinemas, është ndryshe publiku që Aurelia ka përjetu me vite të tëra. E provuam edhe ne, na dha shansin Aurelia. Një super magji. Super ndjenjë, dhe me thonë. Qatë thash? I thash, e di si më shduket? Si t'ishte nata e vitit 3. Jo kam gëzu. Është e vërtetë. Jo kam gëzu dhe isha, do me thënë, pash profesorët e mi që këndonin, që nuk e dija që dinin të këndonin. Gëzim Rudi ka qenë një surprizë shumë e veçantë. Sepse ne, atë puntatë unë e kisha vetëm me aktorët e filmit. Dhe duke qenë që kasti aktorëve ishte shumë i gjerë, unë kisha mundësit, kisha Parodisët e Vlorës, kisha mundësit, kisha Ariola Demirin, kisha mundësit, kisha Margentin, Devisin, Irini Qiriakon, Rita Latin, Gëzim Rudin, dhe me Dimalkaj. Me Dimalkaj, po. Me Gëzimin unë pata një mundësi që duke pritur që të ndërroheshin skenat dhe futeshim në një dhomë për të ngrohur aty, se ishte shumë ftohtë, ishte mes janari, dhe unë këndoja për të hequr atë ftohtin tim edhe pritjen, sepse ti edhe duhet presësh sa të marrojnë skenat e tjera. Unë këndoja dhe ai mbante zërin e dytë. Thash, çfarë? Ti ditë këndosh kaq bukur? Thash, ja të marr ty në program, ja s'ka. Jo, tha, mos më nxirr, tha, u bëra kaq vite, tha, më njohin si aktor filmi dhe teatri. Mos e diskutoj, thash, do ngelet një kujtim. Për zotin ka shkëlqyer, nuk e di. Nuk e di, një super surprizë. E vërtet. Margent. Po. Faleminderit. Unë i di që më fakt. Që na kujtove. Shiko. Kameramani, imagjino, do shkosh të shikosh filmin. Po do pyes Labin. Ti do qeshësh, po unë jam vetë aktore aty dhe do më rinte shumë i natë nëse do thoshe që kam qesh më shumë me atë, por do qeshësh më shumë me këtë, ma beso. Ame i Lela. Ame i Lela. Po ha, pra. Po s'më lë, pra. Unë jam Lemja. Ti e Lemja. Eli Gazen. Pa Lemen nuk eksiston filmi, po lëra tani. Pra da shikoni Lemen, si është Lemja, nuk ka rol dytë. Unë kisha dash më ndalë të këty jashtë a filmit, dhe më thënë që je pjesë e teatrit. Vazhdo në tjesh. Jam pjesë e teatrit Petro Marko në Vlorë, edhe jam pjesë e trupës, punoj, jam aktor teatri, aty jam i punësuar. Edhe sigurisht, në epet rasti, bëjmë një film, serial, reklam. Edhe mundohemi. Ti edhe kur fletë për të qeshë.
edhe mundohemi që gjithmonë të punojmë, të zhvillohemi. Unë kam ardhur shumë shpesh me teatr në Kosovë. Në thonë nuk kam lënë vend pa ardhur dhe jam mirëpritur në mënyrë të shkëlqyer. Sinqerisht po ja them, më thonë mikpritja këtu as shtëpinë time nuk e gjej, sinqerisht. Edhe prandaj i përshëndes të gjithë, i falenderoj të gjithë, edhe të gjithë të shohin filmin Luli dhe Goni Lemes. Edhe duam padyshim që duam dhe përshtypjet tuaja, që të na shkruani gjithmonë për përshtypjet të filmit. Na tregoni sa keni qeshur. Tek pjesa e teatrit e jotja, do të thonë që ke qenë për një vend tjetër, mikpritja gjithë shkafit që në fakt e ke marrë dhe një dashni të madhe prej shqiptarëve të Kosovës. Njëjtën gjë Ariola do të thonë e ka marrë me vite. Po. Do të thonë një dashni shumë të madhe, një respekt shumë të madhe, do të thonë ka hyrë do të thonë fuqishëm me xhbanën. Më e madhe se mua në profesion. Jo, po jam me madhe, mos jam me madhe se ti. Tek profesion, Jo, me zemër. Si mos jeme. Po jo, më shpejt. Kjo është 20 vjet karrierë, unë kam 10 vjet. 10 vjet karrierë. Unë kam 9. 20. 9 bëj. Okej. 9. Mirë. Ose zini. Okej. Aty jeni 9-10. Aty. Si gjithmonë, unë e them që shtëpia e parë është Kosova. Oportunitetet dyert më janë hapur këto. Ndjej një vlerësim të madh, të sinqert, një vlerësim të jashtëzakonshëm prej publikut Kosovës. Më mbajnë mend me xhbanën kryesisht po edhe me rolet e tjera. Edhe dashninë dhe respektin që e ndjej nga kolegët e Kosovës, po edhe nga artëdashësit e Kosovës, po edhe ekipin tënd, ose po them në çdo televizion ku unë kam qenë pjesë ndoshta për intervista, kam punu, e ndjej dashurinë, e ndjej respektin, edhe kjo më bën shumë të lumtur. Bën vërtet me unë shumë mirë, ma mbush shpirtin. Ti e di që unë kam bërë një këngë së fundmi tani me Albina Kelmendi? Po si jo. E ditke? Po si jo. Ajo më thërret motra jem. Është një këngë që i kushtohet dashurisë që ka motra për motrën, motra për vllajin, vllai për vllajin, sepse në këtë rast ne jemi dy vajza dhe sigurisht do i drejtohemi njëra tjetrës për motrën. Por është një... Nuk e dia e ke dëgjuar apo jo? Unë e kam dëgjuar, po edhe e lash kishëm për fund krejt komplet me përmbyll bisedën edhe me lëshu. Unë thash mos e harrove. Jo, nuk e harroj, se e lash për fund, dhe me thonë që me dalë të kanga, në fund edhe me lëshu, edhe me videoklip, edhe me shiku, dhe me thonë edhe shikujzit, edhe me ju thonë në YouTube, klikon. Ty nuk të shpëton gjë, po thash ta them, se si di. E bukur është edhe bashkëpunimi, dhe me thonë mes juve dyve, që dy vokalet të mrekullueshme jeni, edhe Albinën e vlerësoj jashtë mase. Albinën unë e vlerësoj shumë, e kam vlerësuar që kur ka dalë në The Voice të Shqipërisë, më zhdukur një temperament dhe vokal ndryshe, dhe ajo është rritur, ka formuar atë karakterin e vetë në muzikë, po formohet akoma, është një yll në ngjitje akoma, sepse është akoma shumë e red, më thënë, shumë pak vite kanë muzikë. Por e mora ftesën e saj me shumë dashuri, se për njerëz që unë, për artistë që unë vlerësoj, nuk mendohem gjatë, më thënë e bëj. Kam bashkëpunime edhe me Gens Prel Vukaj, edhe me MC Kreshën, do doja të kisha edhe me artistë të tjerë cilët i vlerësoj. Në këtë rast ishte Albina që më bëri ftesën, dhe do doja të këndoja vetëm refrenin, vetëm pak. Pa tjetër. Ka me dasht, sa t'jem gjall, ty ka me dasht, si syt në bal, me ty qesh, me ty qaj, se ty të kam, dhe nën e bab, ka me dasht, sa t'jem gjall, ka me dasht, si syt në bal, me ty qesh, me ty qaj, se ty të kam gjithçka. E po duhet ta këndoja pa çka se jam e lodhur, edhe në këto momente nuk do t'ishte mirë që publiku të dëgjonte artistë të lodhur,
por unë punoj fort edhe mbrëm kam mbaruar show-un dhe jam nisur me njërë për Kosovë me pak orë gjumë, me gjitha të shumë... Shkruanim në 5 të mëngjesit dhe më tha nesër në orën 8 të mëngjesit kam videoklipin. Kur do flesh? Ku e gjen këtë energji? Ku e gjen e pandalshme? Aurelia është, kjo është. Kjo energjia, forca e mbanë, dhe më të dashnia, vullnetit që ka, që duhet me pas së cili prej neve. Vullnetit për të dhe neve të filmi. Po. Edhe një ndër sukseset, pse ka dalë, ka i bukur filmi, është edhe vetë. Jam njeri miru. Energjia e saj. E përmendi Aurelia dhe më tonë ta që me ata artistë cilët i du edhe kom qef me bashkëpunu. Tek ju dytë. Po. A ka ndonjë aktore që tush, wow, me këta s'kisha pritu kur me punu. Mos punoj. S'kisha përtuar kur, thot që mos punoja. Dhe me thënë që do zgjoheshe me njëherë, edhe do shkojmë punë. Me gjithë. Po më ndonjë që e veçan, po e marsham. Ndonjë që e veçan. Po, pa tjetër. Adriana Matoshi. Se ma more, se ma more, se ajo është e imja. Adriana Matoshi. Do të donte që të bashkëpunonte me ju. Po i flasim kamerës. Pa tjetër. Dhe më tonë edhe kamera pa e këthen. Pa tjetër, kamera. Ma vodhe, ma vodhe. E din të Jo, nuk do gjej një tjetër, e kam këtu, jo. Kur jemi unë edhe Adriana bashk, Adriana, hape veshen zemra ime. Hape vetën ti. Gjene Po hape vetën ti. Po këndon kamera. Kamera po këndon, kamera. Jo, po i të regoj shikuesve se është e pamundshme. Me pas Ariolin, mësë me konë Adriana Matoshi për mbrapa saj. Po edhe kur është Adriana jam unë mbrapa saj. Adriana e mësë me qenë Ariolin mbrapa. Bashkë mendoj që e kemi një kimi t'jashtë zakonshme. Edhe njëtën reale, po edhe kur kemi bashkëpunime. është vlerë njërzore. Po, është. E kemi burim frymëzimi njëra tjetërën, apo jo, apo po gënjej? Po. O, zemë. I di edhe unë, po i din edhe shikuesit, se shpeshare kemi diskutu, dhe më tonë edhe me ty edhe me Adrianën, që bukën e gojës në keni nda për gjysë njëra me tjetërën, që është nuk ka gjamat bukur, nuk ka gjamat bukur eqë. Një duar trokitje për miqësinë e vërtet. Të regom, a ka gjelozi mes aktorve, sa ka gjelozi mes... Sa duhet darve. Më s'falte, jesë ki nevoj. Nuk ka artë pa gjelozi. Nuk ka artë pa gjelozi, sigurisht është gjelozia, por mirë do ishte një konkurencë. Edhe ku flasë seriosisht... E të mbarojmë shpetër e se ora 12. Ka marrë uria. Okej. Do, si është në një që për të ngrënë për aria? Për këtë pjesë kujdeset vetë labi, nuk është hera parë. Okej. Adere, artë, gjelozi. Pa tjerë ka shumë gjelozi. Me mira do ishte një konkurencë e shëndetshme. Pse se konkurenca gjithmonë ty të zhvillon si artist, edhe bëhesh pa tjetër më i mirë. Jo të marrësh tash, të bëhesh keqbërës për disa kolekte tua ose ku di jo. Por konkurenca e shëndetshme gjithmonë ty të shtyn përpara dhe të bën më të mirë dhe më të fortë në artin tënd, në profesionin tënd. Kurse unë mendoj që e them shpesh. Po. Kush është i bindur për çfarë posedon, nuk ka frikë dhe nuk xhelozon. Ka që kisha unë. Pas jemi të Kafja e Labit edhe jemi në pjesën e fundit. Unë kisha dash dhe më tënë të pjesa e fundit. Kafja e Labit? Mi o pyt po. Mi o pyt rreth kafes. Aurelia, me kënd ka marrë malli me pini kafe që tush, wow, me pas edhe me pini kafe me ta edhe mi tregu për suksesin, për gjithë shkafin, me kënd do. Kënd ka marrë? Me motrën time. Me kam largë. Dhe në klipin që kam realizuar me Albinën, sa po kam dalë në kamera, isha me pak orë gjumë e lodhur, dhe as nuk e mendoja që do të ndodhe, sa kam filluar të interpretoj, më shkujtuari me motor dhe jam larë në lotë. Dhe kemi ribërë për sëri me i kapin. Nësër me motor. Për ju? Për mua? Po. Pa tjeri që edhe unë i kam prindrit e mi dhe motorën time i kam largë, sepse jetoj në Angli, edhe familja do njerë është shumë e rëndësishme
kur të largohet e kupton atë rëndësinë e vetë, dhe pa diskutim, unë do desha me familjen time, me prindrit e mi, me motrën time, që ta pinim një kafe, të 4 bashk, edhe të ishim se ne tani jemi edhe motra dhe unë, martuar më fëmijë, edhe ndonjëherë themi, kur jemi të 4 bashk, kur kemi qenë... Po s'ka më bukë, dhe familja bashkë. Sepse ne kemi qenë dhe emigrant, kemi kaluar më familje, kemi ikur në feshtatën nga Vlora, në Athinë, edhe kemi kaluar shumë peripeci. Si çdo shqiptar, jo se jam i ndryshëm, si çdo shqiptar që emigron. S'kemi bërë ndonjë gjë, si çdo shqiptar, sigurisht edhe ne në vështirësitë tona, dhe kemi hequr si familje ne të 4. Ndonjëherë aty, më thënë ato vite kujtoj. Por shëndeti ka. Shëndeti, jemi mirë. Ariol? Se di. Se gjitha ata që i du, i kam afer. Kështu që nuk di të gjej një person që ndoshta motra dhe vllai që i kam jashtë. Ndoshta ata më mungojnë më shumë, që do doja ta kisha në përditshmëri një kafe me ta. A ka ndonjë person që në fakt keni dalë me pi kafe, e keni prit me pi kafen më të ëmbël ndoshta me to, po të ka dalë më e thellë e mundshme. Ka dalë pa pikë sheqeri kështu kafja, domethënë. E që na ke fut mendime tani prit. Unë jo, sepse kafet e punës, dihet që është për punë, nuk është se e pi kafen për dëshirë. Kurse ato miqë që i ketë rrallë dhe ato i njeh prej shumë vitesh, me ata nuk zhgënjesh kur, se prandaj i ke miqë. Unë për vete, nuk jam zhgënjur ndonjëherë. Urdhëroni. Po. Po, është shumë e drejtë kjo që tha Aurela, sepse edhe ne zakonisht kafe punës, ndonjëherë do zhgënjehemi, ndonjëherë do kënaqemi, edhe gjithmonë i presim, të gjitha alternativat ne i presim. Kafet e punës. Po, kafet e punës ashtu janë. Kurse pastaj kafe për qef, kafe shoqërie. Por e tani, për çfarë jemi ne këtu? Jemi për punë apo për shoqëri? Ne jemi për shoqëri. Ashtu. Se shkon dhe labi do me thënë dhe kafen me mua kështu e pasen. Ta ka pasyrin. Ne jemi për shoqëri. Dhe patjetër për shoqëri gjithmonë është e ëmbël kafja. Për mua nuk mendoj që ka ardhur akoma ajo kafja. Edhe kur të vi të ta tregoj. Do më thënë, vjen edhe ma të regon. Po, do vi dhe ta tregoj. Okej, hajde pra të regom pra cila kafe është kafja ma e ëmbël, që e kipi me dikon dhe më thonë me plët shpirt edhe që e kujton edhe sot e kësaj dite, me këta e kom pi kafen, me këta kur e kom pi kafen, dhe më thonë e kom shiju. Edhe mundesh me konë edhe ndonjë vend, jo vetëm në Shqipëri apo në Kosovë, po me qenë edhe në një vend tjetër me dikon që e kipi një kafe që se ki imaginu ndështë akur që ki me pi një kafe me të. Po më vjeni natë se më paska ardha s'kafja më ëmbël të më lere më ajo i dhura. Se paska mas njonën du t'a lyp, du t'a kërkoj. As ato në ato. E në ato në as me sheher, as me bari lev. Po du më thonë, pa që shnetën e pa që këtë mirat e Zotit. Shumë falemderit, mos të harrojmë. Shumë për ftesën, për gjithë bashkë me familjen. Falemderit shumë. Unë kënaqem jashtë zakonisht shumë. Sa e kënaqem qam? Jashtë 10 në 10. 10 në 10. 10 në 10 jam kënaqur jashtë zakonisht shumë. Mos të harrojmë Luli dhe Goni Lemes në të gjitha kinemat e Kosovës, në gjitha qytetet e Kosovës, në çdo orar. Është një komedi fantastike, komedi romancë. Cineplex. Po, dhe Maqedoni dhe Pollorit. Për gjithë shqiptarët që jetojnë. Maqedoni e Maltëzi. E keni mendu diasporën për fund? Po. Shumë shpejt, unë jam në 25, jam në Suedi. Suedi, pastaj jemi në 4 maj në Zvicër, dhe 9 maj jemi në Austri. Për momentin, se kemi dhe data tjera në maj, që do t'i... Amerika është qeshor, Amerika-Kanada është në qeshor, po brenda majt do ketë akoma dhe data tjera për diasporën në Europë. Pasojmë shumë në Itali, në Greqi, ku ka shumë shqiptar, ku janë shumë shqiptar. Akoma nuk kanë këthyrë përgjigje. Mund t'a imaginosh ti? Ato kinemat atje. Po do t'a këthejmë përgjigje. Do t'a këthejmë përgjigje. Prandaj, Luli dhe Goni Lemes, tash, pyetja e fundit është, për shkak se shikuesit e presin, a do t'jetë edhe në YouTube ndonjëherë? Asnjëherë në botë. Në YouTube, jo. Do jetë në platforma me pagesë. Do t'jetë në platforma Amazon e këto, më duket. Me pagesë, si tirat janë. Okej, kështu që nuk do t'a keni në YouTube. Faleminderit shumë. Të gjithën kinema.
Faleminderit. Hajde, për thunë. Hajde. Bravo. Hajde një më. Mi mbrëma si jeni, si kaloni ju? Me mbrëma deputete. Mi mbrëma. Se dua shumë. Faleminderit Besartit edhe Armendit, cilën na e sollën edhe këngën e Sinanit këtu në studion e emisionit Lika Familjabin. E janë e ashit si vera e nxehtë. Faleminderit. E është klatësi që ju kam sonte. Faleminderit edhe për interpretimin e mrekullueshëm kësaj këngë që unë Besarti ka shkri. Jonë disa prej këngëve të pavdekshme ka njerë që nuk vdesin kur. Është vërtet edhe për çato edhe e zgjodhëm edhe maestro Lumi na ka përcjell perfekt edhe e falenderojmë. Unë besoj dhe uroj që kemi me pas një natë bukur bashkë edhe një natë të këndshme. Fillut me muzikë edhe përfundojmë, mos harroni që kena me përfundu me muzikë. Kur jemi te kafja veç po piqet këtu. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep gjithmonë në studio ekran, faleminderit edhe ty. Unë e kam të përgatit me kafen, sepse isha edhe në pjesën e parë, kurse jam pjesën e dytë. Besart edhe Armend. Jurit Nera, faleminderit. Po e du mi janis me kafe. Kur jemi te kafja, edhe gjithë shka janis me kafe. Po gjithsesi. A ju ka marrë malli për dikon që i kishe pi një kafe me tonë, valla ka marrë malli për me qëta me pi kafe? Po, seriozisht më ka marrë malli për vllaun, që ka gati 10 vite që është në Gjermani, edhe ai më ka ndihmu shumë në karrierë më ngrit. Fillimet e karrierës kanë qenë bashkë me te, ai me gitarë, me qëtheli, ose në Asiltas. Ai ka qenë student në Prishtinë dhe visha shpesh Prishtinë me performune për mbrëmjet ndryshme, si fillestar vitin 2000, 2001, 2004, ka qenë kohë ardhë kur ai me shoqërinë e tij organizojshin zhurkat, kujtohet zhurkat edhe në lokale ndryshme, po edhe të paua. Na do aksa do ngol. Edhe tani pas zhurkave diku ka ora 4-5 nesër të çeshim pas ditë dhe diskutojshim si ka shku organizimi, ka qenë përpara muzika dashur bëhet 100% e mirëfillt, nuk kem mujt me këndu këtë këngë, kështu çka janë tash në treg realisht shumica. Edhe sinqerisht ka marrë mallin me atë ekip, edhe me vllain edhe me ekipin e tij, mi pi një kafe me ta, me diskutu, edhe mi pa ku kem qenë atëherë kur jam i tash. Me bollën i zhurtë. Me bollën i zhurtë tash, fiks. Dhe sart? Mu, me thonë drejtën se edhe kjo pyetje më njerë ma kujtoj gjyshin tem të ndjerë, me cilin nuk kom pas rast me piju në kafe, se kom qenë i vogël në atë kohë, 11-12 vjet i kom pas, edhe nuk kom rri ashtu me pi në i kafe, kështu që
Kësha pas sjef me gjyshin tem me Kadri Alimin, i cili ka qenë edhe është etnologu i parë shqiptar, i cili ka qenë gjithashtu i burgosur politik për të drejtat e shqiptarëve, për flamurin kusezi në ato kohënat më të vështira. Kështu që kisha pas sjef, a i ka majt dikon për mi 12 vjetë burg, kështu që kisha pas sjef me diskutu me të se ka qenë një njeri i urt, edhe nuk ka folë shumë, po me intervistat që i kom po në kalumën që ato që e ka folë, dhe me thonë, e ka thonë burnisht edhe ka qenë fjale duar. Kështu që një kafe me të, kisha ditë që ka me diskutu, edhe kisha ditë që ka me vetë se ka shumë sene që kisha po sjef edhe mi mësu prej një intelektuali aq të madhë si që ka qenë gjyshi Kadri Alimi. E përmende edhe the, dhe më tonë që e bukur se kisha pas shumë qka me vetë, dhe më tonë. Sepse gjithë shkapi ki marrë vesh ndështë pi familjes, pi prindve, por në anën tjetër edhe pi intervistave që ki mujtë mi pa, e s'ki mujtë me qenë drejt për drejt bashkë me ta. E bukur kjo, por mbi gjitha është ajo arkiva e cila nuk vdes asnjëherë edhe mbetet edhe sot e kësaj dite atyre njerëzve që cilë fakt nuk janë në mesin tonë. E bukur është për me dasht me pi kafe me dikën, por a ka ndonjë kafe që e keni pi me dikën edhe që një farë mënyre minzis ki prit me pi atë kafe edhe në fundi dëshpërohesh për asaj kafe? Okej, me thonë, se të pasë ke gatshëm, ke dytë. Në që të hezë. Me që të rrugë. Jo, më ka ndodhë, fatkeqësisht, për ndryshe, për mu e din so, në përgjithësi e din edhe shasnia që unë për një men nuk i dhënona letë edhe jam këgja i gjonë, kështu që do me thonë veç me mështetë fort për muri. Dorushëm. Jam këgja i dorushëm, kështu si person. Më ka ndodhë, nuk i me thonë që nuk më ka ndodhë, edhe bile që zakonisht unë nuk kam kur farë problemi me kolegë ose diçka, sepse është këgja problem me pas me mu naj problem, se nuk e leja i vetën. Mirë po më ka ndodhë dhe për një më ka qenë kafja e idhë që zakonisht kafe t'i pi me qef, po që ka qenë një kafe e idhë me cilin për korektësi edhe për nuk kisha dasht me mja për me emnin. Koleg? Po, ka qenë koleg, ka qenë shumë amati, edhe për fatkesh që... I rria për mosh? Që më ka ndodhë. Jo, kështu në mosh so nana është ta mëj me thonë. Okej. Në është ta pak disa vjetë ma shumë dështë ta. Po mendoj që jam kalon një shijet hidhen, edhe kam posë me përfundu kafja pak ma shpejt. Po ka qenë një rast shumë pakt në gjatë. Pa tjetër se ka ndohë këto gjatë jetës. Po, si po besarë të në me është kafe e ajo koroki dhe kolegë. Ajo është fatkeci, edhin fatkeci. Kam pasur një rast që ndoshta është... Duhet mi përmend, besoj se është edhe mesazh për ata dasmor tjerë që na dëgjojnë. Kam pas rast kur dalim për shembull në goditjen e darsën, del 2 herë, del 3 herë, të martu vetë din. Sa organizime bëhen. Me cilën kong me hi, me cilën kong tortja, me cilën kong ku vin mest. Tani jo kontrata, tani jo merr kaparin, tani prap diskutimin në WhatsApp ose në Viber të kohën. Edhe kur thirr për shembull as 4 muaj më thon valla, s'di ke mendos me shty dasmën edhe 2 muaj mbrapa. Edhe me ata me s'kom prit me dalë, me pijat kafe të tjetë dhe më shkosh me ata njerëz, edhe kjo le tjetë mesazh edhe për ata tjerë që kur bëhet një deal, një marrëveshje, sinqerisht është edhe kur bën një organizim të hatashëm, kur e shkruan letër, tani prapë në shkruajnë në kontratën, është më duket të pi kafe më të tillë ndoshta që më kanë ndodhur. Shpresoj mos ndodhë. Po dhe kjo është e keqe normal se ti në çat datë, për shembull, ka raste që sezona u ngushtutash, zakonisht. Edhe kështu që nashta në qatë datë neve na thirrën 10-15 veta, aty dush me anullu, mi thonë jam në zonë. Edhe i kujtohet, mas pak thot, ka pas edhe raste për shembull që edhe kur e kanë mojt nashta darsmen edhe neve tash adin na kanë rrajt. Për shembull, ka pas aty këtu në ai rast që u dasht me pi edhe sasi far kafe të idhta. Po. Një herë për cilat nuk është problemi që ai e ka rënë dasë problemi, është me tregu me kohë. Ose se zakonisht na kur dalim me pim një kafe tambël me mështëri. I tregojmë që okej, 48 orë pritni, mos u gut me thonë për marrim, po kur vendos, edhe him organizimit, çu po doni botë dashur për shef. E tani në fund thirr për shembull në maj ose në qeshor thotë,
Valla po du më shty dasën për 8 orë se ka marrë një daj, ose i teze, s'ka mujtë, po kupton? Ka mujtash edhe e ajo kalon data marrë ka shku, e ti kuptu data ka shku, se s'ta besarti sezona është ngushtuar, ne na sinqerisht llogarisim ato data është. Po du, masi veç u futëm të këdarsma, qështë e keni sezonën? Mirë është, mirë shumë është sezone, faleminderit Zotit, tash i bëjmë 25 vjet karrierë gati profesionale, se ja 2025, leja 23. Një aty pja hekë. Armendi 23, unë një 19, 20, po. Po, qashtu i darsma, mbrami, këto është karrierë gati, kemë mështërit, që i kemë që shumë vjetë që nuk në ndrojnë. Vjetë për shemull, nga thira e mështëria para 19 vjetë, thajni kun në darsëm. Para me ndot ashtë. Po, para shpesh në ndodhe 12 vjetë, 9 vjetë, 15 vjetë, faleminderit që nuk në ndrojnë. Faleminderit Zotit që kemë shnete në maspori, edhe shkojmë nuk i shgënjim as ata. Kur flasim për dasma, edhe thatë që dasmat janë dhe zhgënimi mos me qenë. është dasma, këgja me përgjësit madhe. Këgja do një përgjësi e të regove veç që para përgaditje, gjithë shkafje dhe në fundit, dhe me thonë, mundet me të anullu datën. Po jënë të pakt ata. Po, pakt jënë sepse janë shumica që dojnë mi u pasë mërenda për mërenda dasmes. Po, a jeni kësu tash komplet këtu? Se kjo është që ajo pyetja, a jeni komplet? Unë për momentin jam të nejtë 2 muaj në Amerikë edhe 2 muaj në Kosovë. Familjen, dhe me thonë grunë edhe 2 vajzat i kam në Amerikë, pasi që këtë vetë veç e fitojnë edhe shtetësinë amerikane, na jemi me green card atje. Unë po e në shkoku i muzikës, edhe pa dyshim që gjatë kohës verës dhe t'jemi non-stop këtu, sepse jemi shumë të angazhum, po edhe në Amerikë po kemi shumë rome fatmirësisht. Armendit ju ka bo për ndryshë Amerika si me ardhë në Gjakovë, më do këtë ma shpesh po vjen atje se Gjakovë me shku. Po duhet, o hajde. Kështu që... E kem një rreth po vjen mira. pak hatri shasnis, pak Po. me kënu, edhe kështu që kemi zet një farë publiku. Unë për ndryshë këtu jam në Prishtinë, jetoj, besarti, s'po ka thonë këtu jam. Nuk ka dallim të madh Amerika me New York me Prishtinë. Vetëm mu, 7 herë atë të udhtoj do me thonë gjatë vitit. Ka ndohë po, atë 7 herë. 7 herë, me bo dhe mu këthy, i bjen 14 herë. Po, ama kështu dallim, po mendoj që ka njës objektet e sanet mu bo, dhe me thonë është e njëjtë një New York i vogël, po bohëm edhe ta. Po, lakrishtja veç e si pjesa e Manhattan e ose pe mes aty. Lakrishtja po aty. Gati. Kur e përmendëm Amerikën, dhe me thonë, e di që edhe ju ka ra me ullëtu për një vendit, një vend tjetër, edhe në për vendet ndryshme të Evropës. Ku e keni shiju kafën, diku që keni pa diçka, po ju kalon për shtypje? Për shembull, Amerika që ka një sen me ne, edhe sidomos New Yorku, normal edhe Las Vegas e Los Angeles janë vende që ka halon ma shumë edhe njerëz të famshëm. VIP se unë menej që realisht VIP-t janë ma shumë të shanej, se të na nuk mujtë me thonë një tjetërit VIP se të shë kur dën edhe kur dën ku dush. Dhe me thonë, veç mu kur dush më nëshme orë me mgu, edhe për një birë edhe më gënë që aty, dhe me thonë, që kjo është të VIP-a se su një sheti, mu më ka ndodhë për shemë të shiju kofën New York me pa DJ Khaled, i cili ka shumë hite të ndryshme, bile kam edhe foto me të, e kom postu edhe në Instagramin tim, Besart Halimi Official. Gjithashtu më ka ndodhë me po Tupi Coffin, Manhattan, Steven Spielberg, dhe me thonë shumë emna tjerë, cilët janë për një metë famshëm edhe i kom po veç si fëmi edhe filmat e tëne edhe ata si muzicinë ta shumë të mëdhaj. E në Amerikë ki mundësimi po, dhe me thonë ishe të hecë rrugës, sepse qaj venës e s'kanë ku me jetu edhe ata tjetër ka. Po New Yorku është ndër venet ma të shtrejta, kështu që për qatë edhe jetojnë, ose mos me thonë nështë ma i shtrejti është për një me është ven shumë i kushtushëm. Po i shishëm është. Në shku 2-3 javë. Po mdo këtë ja këna njësë më bu ma shtrejtë sa Amerika. Gati mi krasu me rruga kështu po, se të shujmë rrugën. Në rajon po, vëlla, bële me Gjermanisë, tash nuk kanë shka me thonë të gërbeqarë për Gjermanijë si jo. Këtu, në Kosovë është në Prishtinë, krasohet me do qytezat Gjermanisë, kur shkujmë në ka njëherë në bjenë Gjermani, më shkujmë kënu në 8 marë, sa që festa ndryshme. Në Kosovë ka në i dalim, pas ka market aty në Malirë të natë. Market Malirë, që në ka ndohë, vete kina po. Po, edhe jashtë në restoran në ka në i dalim, në ashta 15-20%, po flasë me restoranet standardit normal këtu. Se këtu restoranet standardit normal të na, bara ma ata atje jonë. S'ka dalim, I kalojnë besarë. I kalojnë dhe po. Edhe i kalojnë. Nuk e di pëse, dhe me tonë nuk kom nevoj për lumin. Po besartë,
edhe pse kam nevoj, po nuk kam nevoj se thëm zakonisht kur sare që të kam ofër nuk e di pse më qënë Prizren gjithmonë. Adi nuk e di pse dhe më tonë sare që... Se i vetë që i thu. Sare dhe më tonë që takona me Besartin më qënë Prizren se ma kujton Kaqurelen, ma kujton Prizrenin, ma kujton gjithë shkapin. Po, na në Prizren, unë në fakt i kom bile shumë vesin, se dhe aty ka gja kofet e mira i sesin edhe po mja është e mirë, të Shadervani shpesh në ndodhë me Dula të Shadervani, kur të rifustani. E kështu që edhe aty kom gjeru 2 klipe, në Tren për Prizren edhe Kaqurelen, shumë mirë, edhe bile shumë njerëz menojnë që jemi Prizren, da në fakt jemi Prishtinës, po shumë thojnë adin ati i Prizrenit që në bosh aty në 2 klipeve, tani e kanë morë edhe njerë që jem prej Prizrenit. Po na... Tren për Prizren për du. Tren për Prizren për dana. Po, lëm qështu live, qështu jena. Qështu jena, ama një cedër. 1, 2, 3. Sebi au kam treguar, e kam një këngë shumë të mirë, o plot të zdaj, por me një i, e më së mirë e këndoj, e për cili me birë. E kam një këngë, o pa mahi, o edhe peja, o e kani, në lome, në qarshin e në Dardani. S'kam lën këndo pa e përmen, dashuri so i kam lën vend, dashuri so i kam lën vend, o në tren për perseren, e mua një herë më ka thënë një plak, kënga halleve u bën lak, kënga halleve u bën lak, ose jeta nuk është kajmak, o nuk është kajmak. Qësh i ka meq për i, hajde krejt bashk. Hajde krejt bashk, hajde krejt bashk, më do të parti. Në përmramje. Në përmramje. A ti pse, sartë në këtë kongë, bëri thot kanë herë, s'du me këtu, të herë përshën Kaqurelin. Thama, ty flok s'kanë ra, halon mandi e se më kone unë në regull. Gjithë Dhe armenit Kaqurelen jagnojmë, se më ardi ka posë për flok Kaqurela. Me thojmë në përmramje. Kongë të për Zeren, do të inclu gjithë, se është kongë që nuk ka shqiptarë që në njësë nuk e din. Po. Edhe kur shkojnë njerëz në partë, nuk ka lidhe pse dëgjojnë atë kongë çdo natë. Nëse është e mirë. Jo. Kanë shef me Konga e mirë, nuk ka kufit të gjithë. A dim pse thotë ka të këndojmë bashkë, se gjithë ata nuk e lënë me kënu. Ku të hinë refren, ky i them le, se në publiku, kështu që dush me këndu dhe shumë mirë bonus që i tha. Në ranin ti. Masi jena që të, a të kënojmë edhe Kaqurelen maestro. Po. 1, 2, 3. Në lagjën time është një shqitore ku shesin karamela, por kryesorja është puntoja me flokët Kaqurela. O krejt o dredha dredha, e si ajo s'ka tjera. E në lagjën time është një shqitore ku shesin karamela, por kryesorja është puntorja me flokët Kaqurela. O krejt o dredha dredha, e si ajo s'ka tjera. Kaqurela, Kaqurela, të dua. E një ty një mua ti e din se unë të dua. Wa-na-na-na-na-naj, wa-na-na-na-naj, wa-na-na-na-na-naj, wa-na-na-na-na-naj, wa-na-na-na-naj, wa-na-na-na-na-naj. Bravo, faleminderit shumë. Hej, që qëto janë të lezeqme, pa prit, pa qëto për qëto. Pa e mendu, do më tonë, qëto për qëto dhe ndodhë që shkapi. Të regëm tash, se të meta bërgjë, me tonë, puna e kafes ku ishe ju, nuk po këthejna ato ona. Po du me të pytë të pjesa e Kosovës. Në me tonë, jeni pini klubit një klub tjetër, pini lokali një lokal tjetër, pini shrabari një shrabar tjetër. Në me tonë, ku do në për Kosovë, për formani? Ku? Thush, valajt, që tu na kanë mësu pulsin. Ku ka puls? Ku ka puls? Madhe është. Gjithë, thash kjo u ki vjetë është problem. Pyetje me vend. Po, pyetje me vend, po. Okej, ndoshta mundu me përmend në lokalet.
vendi që bëjmë qef, na kënojmë dhe bëjmë qef edhe na, është bambuja. Bambuja. E vërtet. Një zemër po du për bambu, një zemër për bambu, se ajo është e krejtë. Është e krejtë, ve? Ajo e krejtë. Ori edhe Stafi. Edhe nati e gjithë stafi. jonë të mrekullueshme. Gjithashtu, tash u bo një vend që në Prishtinë, domethënë atmosfera shumë e mirë është edhe preview, që Që ka shumë puls, jemi edhe për me ka puls, edhe është një vend që po na lën përshtypje shumë të mirë, edhe publiku. Ma preview është pak ma gjigante, është ma Është më e madhe, është e vërtet. Bambuja është qeson. Diqysh, ajde qështët, diqysh kënaqë. Si të qisina. po mos harrojmë edhe Mitrovic, besart janë publiku kanë shumë muzikalitet në vesh. Mitrovic, gjithashtu edhe Ngilan, na Edhe kanë Ngilan, ndodhur komra shumë të mira, ka Jo në struktura. Ferizoi, që na bjen shumë shpesh, bile për Bajram si u ktheva pe Amerikës, kënum bashkë me Armendin edhe kënojmë shumë shpesh. Brashëri. Brazeri, Bajshamra, këlla aty kalojmë perfekt. Kështu që ka vene fatmirësisht, edhe në Amerikë kalojmë shumë mirë. Atje janë pak ma të mallëngjym publiku, normal, se janë ma shumë për atë dhe i kënojmë disa kongë ma patriotike. Mirë po e njohin Si të muzikën. mas patriotike. Ka Ka një dollar, va. E vërtet. Mu shëton ka kur ta kështu në qëra jonë. Shkova herë në parë isha musafir, ke besar ty këtu, thash hajde këtu ne 2-3 kongë me besartin, edhe po nisëm po gjujnë dollar, thash na po milionera. Po, ka një dollar edhe. Herë po milionera. Ku i marrin një besar tash sa po mirë thash ori mirë, po mirë. Faleminderit për ty. Jo, respekt. Jo, Amerika ka met për baksheshun e menoj, me siguri edhe Australia, se thojnë, po atje shumë larë nuk kam qenë. Mirë po në Amerikë, sepse në Gjermani e me shku në Evropë këto venet na kemi qenë, po nuk është që karo pak. Karo pulsi. I kanë shtrydhe. Në Amerikë halo po mohë. Ka shtrydhe bashkë. I kanë shtrydhe 4 vjetër ma përpara, e nuk e du tash. Ska, kështu që Amerika ja ka njësë kohë të fundit, dhe më të kohë të fundit është kogja aktive, është kogja me mramje, kogja me bakshish dhe me gjitha. E di që minutat ju e dini që ecen shumë shpejt dhe më tonë të emisioni, qka ka në furë, diqka për juve? Që po vjen, naj kong, naj sand, hajde, vera... Unë jam stashti të e punu një projekt bashkë me Binin, Bini Diez, është të e bu një kong, edhe po pres me kry so ma shpejt, që të është e mundën që me jam bu një videoklip doshta në New York. Kështu që jam të prit kongën me realizu edhe gjithë s'ka më kry, po besoj që ka me dalë diçka e mirë, edhe që kjo është ma e reja për momentin. Gjithashtu ty më mëndu mi bo një album live, ndoshta me kongë të mira shtetare, disa kongë të mira shtetare, po kërkojnë restoranet, ka po shkojmë shpesh më ngërdor, ka një CD për një album live me na pru, po kem shef me dëgju për juve, jam përgatitje të repertorit edhe kryet shpejt. Edhe kryesisht në pauza, darkes, dhe me thonë shkon, albumi live dhe me thonë i kongëve tjeta qytetare. Po, gjithsesi. Une veç për du me thonë pa që shnetën dhe krejtë mirat, sepse për pjo pret edhe lumi edhe një atje ta shqep janë. Një atje ketë, 2 këtu të une, ta shapet edhe një atje. Edhe 4, une për falenderoj besart nëse kimi tonë diqka për shikuesit. Ishte knatësi shumë e madhe, gjithmonë me ty që sa vjetë, që gjithmonë na ke përkra, edhe je bashkë me neve gjithmonë, edhe maje qështu gjithmonë se edhe gjithë respektojnë, edhe dojnë, edhe dërësojnë. Kështu që unë të falenderoj për gjithë shka që a bënë për krejt tjertë. Nëse në këtë jetë na do të me pas diçka, do të me pas mirë njohjen. Me nejnë njeri që e ka mirë njohjen, ka mi pas krejt sene tjera vinë. Se ki mirë njohjen, unë nuk blenë. Thjesht jem shumë falenderus, jo për tash, po për gjatë gjithë kohësh për mbështetjen tënde. Edhe për gjithë ekipës, knasësi e madhe, sinqerisht. Shkoni bëni një gati ju me lumin në tanë, unë pyetëm shikuesve që falemderit që qëndrunë edhe sonte bashkë me një kafe më labin, sepse jemi minutat e fundit të emisionit, e përbyllim gjithë shka bashkë me Besuartin dhe bashkë me Armendin. Falemderit Amdit, që jam sova emnin mirë më në fund, Cincer Berat, Asret, Hajdar, Ekrem, Guzan, falemderit shumë, lumë i pazavencushëm je. Besartit dhe Armendit për të më falimderit edhe njere. Shihemi javën tjetër me një kafe më labin. Shumë vite kanë kaluar, ti e martuar, unë jam atuar, njerëzit kanë harruar, sa shumë jemi dasht. Asgjë nuk ka ndryshuar, nuk u shua, veç u shtua, dashuria që për ty unë e kam pa.
se shuhen dashurit e mdha. A është fajton njeriu, a është fati. Ne të dy mos jemi pa, veç për një fjallë goje, veç për inati. Kthema Zot, kthema kohën, dua ta takoj. Të lutem Zot, edhe një herë dua ta përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam haru, ti them se ende e du, dhe më shumë e du. Kthema Zot, kthema kohën, dua ta takoj. Të lutem Zot, edhe një herë dua ta përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam haru, ti them se ende e du, dhe më shumë e du. Të lutem